Ajo që ne sot e gjejmë veten, është jemi një pikë në cilën jemi detyruar të jemi pro Ramës apo kundër Ramës, pro Berishës apo kundër Berishës. Ndërkohë që nuk do të ishte ky ose nuk do duhet të jetë kjo logjika me cilën funksionon. Ne na duhet shteti, ne na duhen institucionet funksionale. Dhe jo më kot thash pse një pjesë institucioneve drejtësisë në SPAK-u dhe GJK janë më të pëlqyera nga shqiptarët. Pse? Sepse presupozohet që luftojnë atë që është shqetësimi më i madh që ne si qytetar kemi, korrupsion. Pavarësisht gjithë retorikës dhe realitetit që zoti Rama ndërton me fabulat e rrugëve kilometrike, e kurrudhave, porteve, gjithçka tjetër që ai prezantoi. Qytetarët shqiptarë kuptojnë se cili është niveli i korrupsionit. Ne nuk kemi nevojë që të na e thotë SPAK-u dhe GJK-ja. SPAK-u dhe GJK-ja thjesht na e konfirmojnë atë që ne dimë si qytetarë duke jetuar përditshmërinë shqiptare, që Shqipëria jeton në një nivel të jashtëzakonshëm korrupsioni. Dhe pavarësisht gjithçka që mund të bëjë kryeministri, këtë nuk e shmang dot. Por ajo që ndërtohet është ky realiteti në cilin kryeministri na prezanton një Shqipëri të jashtëzakonshme, në cilin gjithë do donin të jetonim, ku rrugët nuk shëmben, po ndërtohen, ku rrugët nuk ekzistojnë letër, po ekzistojnë realitet, kur portet nuk janë projekte, por janë funksionale. Kjo do të ishte Shqipëria ku ne si qytetarë do të dëshironim të jetonim. Dhe Shqipëria në cilën një politik ullet për zgjidhur hallet qytetarëve dhe jo për të bërë thjesht antagonizmin shterp që nuk prodhon asgjë. Nëse do të ktheheni 6 muajt e fundit, do të shikoni që asnjë nga forcat politike nuk prodhon një ide politike në raport me qytetarin. Që do thotë ide politike. Nuk është vetëm një projekt, është zhvillimi i një ideje. Sot ne jemi në një kushtet kur protestat që po bën Partia Demokratike. Është thellimi i skenarit antagonizmit, që do thotë ne duhet të tregojmë që ne jemi në antagonizëm, që njerëzit rreshtohen me njërin palë apo me palën tjetër. Mirë, një efekt e kanë? Asnjë efekt. Asnjë efekt përveç se krijuar një dualitetin në cilin ti do jetë detyruar të zgjedhësh ndërmjet qeverie super të korruptuar dhe një opozitë të dhunshme. Dhe në këtë pikë ti je duke zgjedhur ndërmjet dy të këqijave. Ti nuk zgjedh dot asnjërin nga ato dyja që të sjell që zhvillon vendin. Korrupsioni nuk e zhvillon vendin. Dhe nëse Shqipëria zhvillohet për merit qytetarëve të saj, jo për merit qeverisë. Nëse do kishim një qeveri më pak të korruptuar, do kishim ritme krejt tjera zhvillimi. Dhe ndërkohë nga krau tjetër ke një opozitë dhunshme, e cila nëse ti pretendon që do vim pushtet, do sillet po kaq dhunshëm institucionet sa sillet dhe kur është në opozitë. Pra do na duhet të shpresojmë për një deus ex machina? Jo, do na duhet që ne si qytetarë të bëjmë pjesën tonë. Që do të thotë para punës Ne gjithmonë presim që gjërat nuk do të ndodhin vetë. Pra ose të vi dikush nga jashtë, nga ndërkombëtarët e të tjerë, ose presim nga... Katerina, një nga leksionet më të mëdha që gjithë psikologët japin në raport me zhvillimin e vetes është askush nuk do të vi të ndihmojë. Që thotë, nëse është një gjë që duhet ta bësh, ti duhet ndihmosh veten tënde. Nuk do të vi askush të ndihmojë Shqipërinë ta nxjerrë nga ky qertulli 35 vjeçar ku jemi. Jemi ne që duhet fillojmë ta ndihmojmë. Dhe që të jemi ne që të fillojmë ta ndihmojmë, si fillim duhet bëjmë gjën më të thjeshtë, ti themi gjërat siç janë. Të ndërtojmë të realitetin e qytetarëve, as të PS-s, as PD-s. A i themi gjërat siç janë, Rezar? Përgjithsisht jo. Përgjithsisht jo, sepse ne mendojmë gjithmonë mbi baza politike, që do thotë nëse është një pjesë që cënon partinë time, unë nuk e them, dhe nëse është një pjesë që cënon partinë tjetër, dhe këtë e them shumë. Shqipëria nuk është vendi i zi cilin ndërton opozita, nuk është Shqipëria kaq e keqe sa ndërton opozita, nuk është as kaq e mirë sa që ndërton opozita. Shqipëria është një realitet ku në cilin ti ke korrupsion, në cilin ti ke projekte që ngecen rrugëve, në cilin ti detyron qytetarët që largohen, në cilin ti ke një ekonomi... Mirë se korrupsioni nuk është pikëm ne, por nuk është problemi. Efektiviteti më pas i institucioneve për ta luftuar ose dëgjova një deklaratë kryeministit që askush nuk e lufton korrupsionin si ne në Ballkan, dhe po të marrësh statistikë nuk e kuptoj se nga e nxjerr kryeministi këtë deklaratë, sepse nëse lufton SPAK-u korrupsionin, nuk është kjo luftë që e bën kryeministri, është SPAK-u që e bën dhe është drejtësia. Tu nuk është çështja të ndëshkojmë, do të kemi parasysh një gjë. Po pra se ne flasim gjithmonë kur kemi arritur në pikën fundore, pra praktikisht po nuk është ajo lufta kundër korrupsionit. Po, ne nuk kemi nuk kemi dot në mënyrë efektive të arrijmë dhe të bëjmë parandalimin që do të ishte lufta ndaj korrupsionit. Ai është ndëshkimi i korrupsionit. Ajo që bën drejtësia është ndëshkimi, evidentimi dhe ndëshkimi i korrupsionit. Ajo që ne na duhet bëjmë është lufta për parandalimin e korrupsionit. Problemi është që mënyra se si është ndërtuar qeverisja në Shqipëri në 13 vitet e fundit, nuk jemi në kushtet një korrupsioni endemik, një korrupsioni të rastësishëm, cili një zyrtar vendos korruptohet. Je në kushtet një korrupsioni sistematik. Dhe korrupsioni sot nuk është më thjesht individual, është kthyer në një sistem mbi cilin funksionon qeverisja. Dhe kjo është sfida që nuk është më sfida e qeverisë, është sfidë e qytetarëve.
Sepse nëse vërtet duam që Shqipëria të zhvillohet, gjëja parë është të bëjmë e para punës të luftojmë korrupsionin ne si qytetarë, dhe mos bashkëjetojmë me të keqen. Dhe dyta, ta themi të vërtetën ashtu siç është. Që do të thotë, nuk jetojmë Shqipërinë e Ramës, as Shqipërinë e Berishës. Jetojmë Shqipërinë e përditshmërisë qytetarëve, të cilët u duhet nga njëherë të paguajnë, zgjedhin nga njëherë të paguajnë dhe zgjedhin nga njëherë ta shkelin ligjin për të mbaruar punë shumë shpejt se në të fundit nuk do të mbaronin dot.